Ka qenë shumë e rëndë që ndroja pranë princit. S'vështoj dot. Qa të lëndoj më shumë atëherë? Kemi nevojë për raki. Sorry. Çfarë ndjeve? Ti kishe parë videon fillimisht përpara? Po. E kishe parë përpara se të bëj virale? Po. Pra të kishte treguar, ju ishit bashk? Ju kishit kohë që ishit bashk? Po, ne kemi qenë bashk dhe kolega më ka dërguar videon. Ka qenë shumë i kufizuar që të më tregonte më shumë. Vetëm më kërkoi që videon ta çojë në komisariat. Për herë të parë pas skandalit që u publikua në publik, një video sheri mes tij dhe ish bashkëshortes Elia Zaharia, Princ Leka ka folur publikisht për divorcin e tij. Në intervistën e dhënë për gazetaren Arbana Osmani në emisionin Mirë Mbrëma Hyje, Leka shoqërohej nga partnerja e tij, fotografja Blerta Celibashi. Kjo e fundit për publikun ka qenë dhe shkaku kryesor që çoi në divorcin e Elias dhe të Lekës. Leka Zoku ka sqaruar se raporti i tij martesor me Elias Zaharian kishte përfunduar prej kohësh, përpara se atij të niste historinë e dashurisë me Blertën, e cila gjithashtu ka qenë dhe fotografe e familjes mbretërore. Blerta Celibashi ka sqaruar dhe thashë themet që qarkullojnë lidhur me pozitën e saj në këtë histori. Fotografja ka mohuar në mënyrë kategorike që të ketë pasur marrëdhënie shoqërore me Elias Zaharian. Në mënyrë kategorike nuk kam qenë asnjëherë shoqe me Elian. E di që ky është një nga ato elementet që e krijojnë telenovelën më interesante, por është shumë abuzive që kanë shpifur deri në këtë pikë. Kjo është e vërteta ime, tha Blerta Celibashi.